Mos funksionimi I semaforëve vazhdon të shkaktojë të llovi në rrugët e Tetovës, pavarësisht premtimeve të vazhdueshme për zgjidhje nga autoritetet komunale. Ky problem për çdo ditë shkakton të llovi në trafik, sidomos në disa nga kryqëzimet më të frekuentuara, krijohen kolona të gjata dhe bllokime të shpeshta të trafikut. Semaforët në disa nga udhkryqet më të frekuentuara vazhdojnë të jenë jashtë funksionit, duke krijuar kaos në komunikacion dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Qytetarët çdo ditë përballen me kolona të gjata automjetesh, pritje të gjata dhe situata të pasigurta gjatë kalimit të rrugës. Më të rrezikuarit mbeten këmbësorët, fëmijët dhe të moshuarit, të cilët detyrohen të kalojnë mes automjeteve kur kalojnë trafikun. Qytetarët e anketuar nga televizioni Koha presin zgjidhje sa më të shpejtë për këtë problem, kurse thonë se mungesa e semaforëve u shkakton telashe gjatë kalimit të rrugëve. Po kalojmë të qisha, mos është në rregull. Po në kohë kjo sot, kjo brenda 3 muaj, 5 muaj s'punojnë semafora. Një vjet ndoshta. Vjen ka një sjalic thjesht, edhe për 2 minuta digjen. Ne jena mësoj, jena adaptohen këtë komunë, si kjo gjë është. Dhe presëm pak, dhe ka përci e gushba, dhe ka përci. Qka me ba, dhe regulohen kitë. Mendojmë, shpecem ka e mera të shkojë, për shenjë, gjithë ka shërojt e nartë. Rruga e kalim, masi nuk punojnë e tërë pra duhet me I pa, mos po na shlet diçka dhe ashtu kalim, disi, ja bëjmë. Me të ngrjeshin ato, gjithë të bëjmë ne, s'kena gjithë me bon. Mundon atë gjëjmë zgjidhje tjetër. Po, duke parë, duke bërë. Nga komuna e Tetovës thonë se është dorëzuar urdhëresë pune dhe së shpejti pritet të fillojnë punimet. Do të bëhet digitalizimi I tyre me sistem të centralizuar të menaxhimit. Semaforët kanë nisë të instalohen, I pari është instalu tek që ishtë më kritike për shkak edhe të kamerave të Safe City dhe tani më funksionon. Do kisha thonë një sistem të semaforëve modern që I plotëson gjitha kushtet. Ajo që e di unë në bazë të planit do të vazhdoj të xhami e larme për shkak se edhe aty është kritike. Por edhe kjo është çështje që është në realizim me sipër. Pra gjithë semaforët në qytetin e Tetovës do digitalizohen dhe do të ketë sistem të centralizuar të menaxhimit me ata që deri tash kanë qenë semaforë që asnjëherë nuk është intervenuar dhe nuk është investuar. Pra, gjithë semaforët në komunën e Tetovës do të jenë semaforë të ri dhe do të jenë të digitalizuar dhe me menaxhim centralizuar. Komuna e Tetovës së fundmi hapi tender dhe përzgjodhi kompaninë A0 nga Gosivari për rregullimin e sinjalistikës rrugore në qytet, përfshirë edhe semaforët. Autoritetet premtojnë zgjidhje për këto probleme para se situata të rëndohet më shumë, sidomos tani kur Tetova është në pritje të mërgjimtarve gjatë verës, ku si zakonisht për shkak të rritjes së fluksit të automjeteve shkaktohen rrëmuja në trafik.